Pra ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymije, ka thënë në lidhje me xhenazën, shumica e dietarëve kanë zgjedhur që bëhen 4 tekbire, se kjo është vërtetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe prej sahabeve, mirë po gjithashtu është vërtetuar se, do të thënë këtë e kanë bërë në shumicën e rasteve, do të thënë me 4 tekbire, por lejohet, siç është në mendimin më të njohur në mëdhëbin e Imam Ahmedit, se lejohet edhe 5 tekbire, edhe gjithashtu ndiqet imami në këtë çështje. Do të thënë nëse imami merr 4 tekbire, xhamati vetëm 4. Nëse imami bën 5 ose 9, për shembull, atëherë, do të thënë duhet të ndiqet imami në këtë çështje. Në lidhje me surën Fatiha, do thotë nuk pranohet asnjë namaz pa këndimin e surës Fatiha. Edhe namazi i xhenazës është një prej namazeve, sepse e ka quajtur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam namaz, salah, do thotë, dhe gjithashtu pra dihet se aty ka kushtohet që të jetë me abdes njeriu, edhe duhet drejtimi drejt kibles, edhe niyeti, edhe qëndrimi në këmbë, dhe në këtë qëndrim në këmbë pas tekbirit parë lexohet surja Fatiha, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Do të thonë nuk ka namaz ai që nuk e lexon surën Fatiha, ai që nuk e lexon hapësen e Kuranit. Kjo është argument i përgjithshëm për secilin namaz. Do të thonë çdo namaz, obligim ose nafile, kur falet njeriu si imam ose falet xhamat që e pason imamin ose falet vet, do të thënë namaz obligim ose nafile ose namazi i eklipsit ose kërkimit të shiut ose namazi i xhenazës ose, do të thënë secilin namaz është shtyll surja Fatiha, dhe pas surën Fatiha nuk ka namaz. A bën menal, ka thonë, është transmetuar nga Ebu Umame, radhiyallahu anhu, thotë se suneti në namazin e xhenazës është që pas tekbirit parë të lexohet Ummul Kitab, do të thonë surja Fatiha, mukhafatan, do të thonë ose pra të jetë pa zë. Pra suneti është pas tekbirit parë lexohet surja Fatiha pa zë. Thumma yukabbiru thalathan, ka thonë, pastaj merr 3 tekbira, pastaj thumma yukhlisu ad-du'a lil mayyit, pastaj i veçon lutje të vdekur. Do të thonë bën lutje vetëm për të vdekurin. Do thotë qëllimi është se i drejton lutja Allahut vetëm për atë të vdekur, dhe ka thënë wat taslim inda al-akhirah, dhe jep selam në tekbirin e fundit. Kjo është një aspekt se në këta 2 hadithe, Ebu Umame dhe Abdullah ibn Abbas thonë prej sunetit. Është, do të thënë është prej rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, leximi i surës Fatiha pas tekbirit parë. Edhe gjithashtu sahabët nuk kanë bërë ijtihad në çështjet e ibadeteve, në formën e ibadetit. Edhe nëse nuk kishte thënë se është prej sunetit, gjithashtu nënkuptohet se është hadith marfu. Edhe imami, edhe xhamati të përsëri. Po, do thotë thash surja Fatiha duhet ta lexoj edhe imami edhe xhamati. Edhe nëse falet dikush vet, edhe në secilin namaz, edhe në namazin e xhenazës, do të thonë vlen e njëjta. Pra këto janë argumenti i përgjithshëm, hadithi nuk ka namaz pas surën Fatiha, edhe këta 2 ethere prej sahabeve që e kanë domethënien ose nivelin e hadithit marfu të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tregojnë se surja Fatiha duhet të lexohet pas tekbirit parë. Këtë kanë kundërshtuar Hanefit dhe Malikit, dhe kanë thënë se nuk lexohet surja Fatiha në namazin e xhenazës. Dhe argumenti i tyre është hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, idha sallaytum ala al-mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a. Do të thonë kur t'ia falni namazin e xhenazës të vdekurit, do të thonë veçojeni duan për të. Do të thonë bëjeni duan vetëm për të. Pra prandaj kanë thonë se
në këtë namaz nuk ka lexim të Kuranit, por ka vetëm dua për të vdekurin. Por ky argumentim është kundërshtuar nga dietar të tjerë, se thonë fakti që ky namaz është bërë i ligjshëm për të bërë dua për të vdekurin, nuk do të thotë se nuk lexohet surja Fatiha në ta. Do të thonë, ai është namaz dhe qëllimi i namazit është lutja për të vdekurin. Edhe kjo nuk bie në kundërshtim me hadithin e përgjithshëm, edhe duke ashtuar kësaj edhe e theret nga sahabët, do të thonë është e qartë, por nuk ka kundërthënie. Do të thonë këtu kur thuhet bëni dua për të vdekurin, nuk do të thonë mos lexoni surën Fatiha, pasi quhet namaz. Kanë përmendur edhe tjetër argument, fjalë të Abdullah ibn Mesudit radhiyallahu anhu, ku thuhet se ka thënë nuk na është caktuar në xhenaze ndonjë fjalë ose ndonjë lexim. Bën tekbire sa të bëj imami dhe shtoj më shumë fjalë të mira. Do thotë kjo është fjalë nga Abdullah ibn Mesud radhiyallahu anhu që është transmetuar. Demek nuk ka të caktuar as sa tekbire duhet bëhen, as çka të thuhet, as çka të lexohet në namaz. Kështu që do thot vetëm fjalë të mira shto në këtë namaz. Mirë po, ky transmetim që transmeton Taberani është i dobët nga Abdullah ibn Mesud radhiyallahu anhu. Pra nuk është i vërtetuar se e ka thonë Abdullah ibn Mesud radhiyallahu anhu. Dhe sidomos kjo pjesa ku thot la qira'a, do të thënë nuk ka të caktuar lexim. Dhe do thot shikoni kjo shumë është më rëndësi, do të thënë njohja e shkencës hadithit, dhe lutim Allahun subhanahu wa taala që me të vërtetë të sjell këtij umeti në përgjithësi më shumë dietar të hadithit, edhe në veçanti në popullin ton të ketë njerëz hoxhallar dhe dietar që u mësojnë njerëzve shkencat e hadithit, që të kuptohet çka do të thonë transmetimi dhe çka do thot kur thuhet për diçka se është i dobët. Në rastet ndryshme ka ndodhur që kemi përmendur se shkenca e hadithit mund të krahasohet me të vërtetë me shkencat eksakte. Do të thonë nuk është shkencë ose nuk është do thot teori që e jep secili mendimin sipas dëshirave. Se ata që s'kanë njohuri për dituritë e hadithit thonë, do të thonë këtij kur i pëlqen thot daif, kur i pëlqen sahih. Atë nuk ka mundësi ta thot dietari i hadithit. Do thotë nëse do, si më thënë, ta ruaj atë integritetin e dietarit hadithit, sepse shkenca e hadithit është shumë precize. Edhe ka mundësi kushdo qoftë pa marrë parasysh sa dietari i madh mund të jetë, nëse bën gabim në këtë matematikën e diturive të hadithit, ka mundësi edhe një student i thjesht i fakultetit hadithit ja refuzoj fjalën, sepse është me precizitet. Dhe këtu, për shembull, kjo fjalë Abdullah ibn Mesudit radhiyallahu anhu është e transmetuar nga disa transmetues. Njëri prej tyre është Sharik ibn Abdullah al-Qadi, i cili ka pasur dobësi më vonë. Dhe kjo fjalë, do të thënë, transmetimi i tij është ku përmendet leximi. Do të thënë nuk na është caktuar lexim. Kurse të tjerët që transmetojnë nga Abdullah ibn Mesud nuk e përmendin këtë. Por ka thonë nuk na është caktuar kohë ose sa duhet zgjatet namazi i xhenazës, por bën tekbire sa të bëj imami. Edhe shtoj fjalët e mira dhe lutjet e mira për të vdekurin. Do të thënë nuk mohohet leximin në transmetimin e saktë. Po ashtu ka tjetër transmetim që është i saktë nga në realitet edhe ai ka dobësi, mirë po tjetri transmetim nga Abdullah ibn Mesud, që është në rast tjetër, thotë se Abdullah ibn Mesud kur ka fal një xhenazë ka thënë qara'tu 'alayha bi Fatihatil Kitab. Do të thonë ja lexova elhamdulillah për surën Fatiha në namazin e xhenazës. Kështu që hadithet që e kundërshtojnë këtë, ose jo hadithet, nuk ka hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që e kundërshton, por kjo fjalë Abdullah ibn Mesudit është e dobët. Kurse fjalët Abdullah ibn Abbas dhe Ebu Umame janë sahiha.
dhe janë të drejtë për drejta. Pas tekbirit të parë të lexohet surja Fatiha. Dhe këta dy athere janë në përputhje me hadithin e përgjithshëm që thotë se nuk ka namaz përveç me surën Fatiha. Dhe hadithi sahih që me të cilin ose është hasan, pra kur t'ja falni xhenazën të vdekurit, veçojeni atë me dua, do të thënë bëni vetëm për ta dua. Kjo nuk i kundërshton këto, do të thënë kuptimin e haditheve të tjera. Pastaj ka thënë autori rahimahullah, nëse lexon edhe pas surës Fatiha, një sure të shkurt ose një ajet a dy ajete, do të thënë në këtë namaz, nuk ka diçka të keqe. Dhe edhe këtu është argumentuar me një transmetim nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, i cili përmendet se në një xhenazë, do të thënë, ka lexuar surën Fatiha dhe një sure. Edhe i ka lexuar me zë, si tham, dhe ka treguar se, do të thënë, ky ka qenë për t'i mësuar njerëzit, se me zë nuk është sunet. Do të thënë, lexohet pa zë. Mirë po, Abdullah ibn Abbas ka treguar, ka thënë ju lexova me zë, që t'ju mësoj se kështu është suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thotë, kjo surja tjetër është e lejuar, mirë po nuk duhet të jetë e gjatë, edhe nëse mjafton vetëm me surën Fatiha, është në rregull. Pastaj pas tekbirit dytë, do thotë, lexohen salavatet si në namaz, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, do të thënë si namazet tjera në tashahhud. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Pastaj është tekbiri i tretë dhe pas tekbirit të tretë bëhet lutja për të vdekurin. E keni dëgjuar shumë herë se të ne thonë kush nuk e di duan për të vdekurin, ta lexoj surën Fatiha. Dhe ky zëvendësim nuk është as pak i përshtatshëm, sepse tash këtu është vendi që të veçohet, do të thënë ti bëhet lutje Allahut apo stafat për të vdekurin. Edhe kjo bie në kundërshtim me argumentimin e Hanefive. Do thotë, kanë argumentuar se nuk duhet lexohet surja Fatiha, sepse ky namaz është për dua, pastaj kur vjen momenti i duas, thonë lexoni surën Fatiha. Do thotë, kush nuk e di, normalisht secili musliman duhet të mësojë ato që janë transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe kjo është prej gjërave themelore, muslimani duhet t'i di, por derisa ta mësoj, do të thënë nëse i ndodh për shembull dikujt sot një xhenaze edhe nuk e ka mësuar akoma këtë që është transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë mund të lutet me lutje të përgjithshme. Ti lutet Allahut që ta falë, ta mëshiroj, do të thënë t'ia falë gjunahet, ta përfshi me mëshirën e tij, t'ia lehtësoj sprovën e varrit, ta mbroj prej dënimit të varrit, ta mbroj prej dënimit të xhehenemit dhe t'ia mundsoj xhenetin, kështu, do të thënë lutje edhe në gjuhën shqipe, por jo diçka tjetër përveç lutjes, do të thënë pas tekbirit të tretë. Kurse ato që janë transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam janë lutje më të përsosura, edhe më të bukura, edhe janë të lehta. Do të thënë është një Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu ala al-iman. Allahumma la tahrimna ajrah wa la taftinna ba'dah. Do thot, o Allah, falja gjunahet të gjallëve tonë dhe të vdekurve tonë dhe atyre që janë prezent dhe atyre që nuk janë prezent, të vegjëlve dhe të mëdhenjve, burrave dhe grave. O Allah, kujt i jep jetë prej nesh, jep jetë në Islam, dhe kujt ja dërgon vdekjen prej nesh, sillja vdekjen duke qenë me iman. Edhe pastaj themi Allahumma la tahrimna ajrahu, do të thonë Allah mos na privo prej shpërblimit të tij. Do të thonë jepi atij shpërblimin e plot, edhe ne gjithashtu
që kemi marrë pjesë në xhenazën e tij, na jep shpërblimin dhe mos na devijo pas tij. Do të thënë se tani ne kemi mbetur gjallë, ai e ka mbaruar jetën, kurse jeta vazhdon edhe duhet njeriu të jetë i qëndrueshëm në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është një prej lutjeve, edhe kjo është shumë e përhapur, mirë po lutja edhe më e fortë edhe më e bukur është një tjetër që është transmetuar nga Auf ibn Malik radhiyallahu anhu dhe këtë transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij, do të thonë hadithi është edhe më i fortë. Edhe kuptimet e lutjeve janë më gjithëpërfshirëse. Pra thot Auf ibn Malik radhiyallahu anhu se është falur pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në një xhenazë. Edhe shikoni se në fund thot e ka dëgjuar, do të thënë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam lutjet që i ka bërë, edhe nga bukuria e lutjes ka thonë dëshirova unë të kisha qenë aty i vdekuri. Do të thënë të ishte lut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për mua me këtë fjalë. Aty ka thonë Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. Do thot, o Allah, falja mëkatet, mëshiroje, mbroje. Kemi të tregu për fjalën afie, do të thënë jepi mbrojtje të plotë dhe shpëtim, wa'fu anhu, shlyeja krejtësisht gjunahet, nderoje ardhjen e tij, do të thënë sikur si thuhet, do të thënë gjuhën e njerëzve për nderimin e ardhjes së musafirit. Pra wa akrim nuzulahu, nderoje ardhjen, zbritjen e tij. Wa wassi' mudkhalahu, zgjeroja vendin ku do të hyj, laje me ujë, me akull dhe me borë dhe pastroje prej gjunave siç pastrohet rroba e bardhë ose siç e ke pastruar rrobën e bardhë prej njollave. Zaventsoja këtë shtëpi me shtëpi më të mirë. Do të thënë këtë që ka lënë në dunja, zaventsoja me më të mirë në ahiret. Dhe me familje më të mirë se familjen që e ka lënë, dhe me bashkëshorte më të mirë se bashkëshorten që e ka lënë, dhe fute në xhenet dhe ruaje prej dënimit të varrit dhe dënimit të xhehenemit. Edhe ka thënë Auf ibn Malik radhiyallahu anhu, hatta tamannaytu an akuna ana dhalika al-mayyit. Do të thënë, saqë kur i dëgjova këto fjalë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dëshirova të kisha qenë unë ai i vdekuri aty.